Sot për herë të parë për shikuesit e radio televizionit të Kosovës jemi në kanton të San Galles, gjithsesht në qytetin Gosau. Qyteti Gosau në vetë përmban rreth 17.000 banor, por në mesin e tyre ka edhe shumë shqiptar të cilët japin kontributin e tyre në shumë sfera. Gosau me rreth 33.000 metra katror në vetë përmban shumë njerëz të cilët përveç punës së përditshme merren me organizime të ndryshme. Ndërta është edhe shkolla e gjuhës shqipe nën përkujdesin e mësuesit Gani Shala. Kjo shkollë ka 15 nxënës të cilët mbajnë orë shtesë për lëndën e gjuhës shqipe. Për më tepër, ne do të zhvillojmë disa intervista për të kuptuar rëndësinë e kësaj shkolle. Çdo periudhë historike shqiptarët i ka përcjell largësia ndaj vendlindjes. Mirëpo si çdo të shohim në vijim, ata kurrë nuk e kanë harruar gjuhën e tyre, kulturën e traditën. Kudo që kanë jetuar e jetojnë, hapin shkolla të gjuhës dhe traditave, në mënyrë që të ruhet identiteti ynë kombëtar. Unë quhem Isak Halili, gjinem Gosau me nipi jem vim këtu për gjuhë shqip të mësoje, është një kohë të shkurt, një muje diçka është. Shumë mirë jemi, shumë të kënaqur jemi me mësuesin Gani, edhe kemi nevojë edhe qerat të bashkangjitën arsimit, dhe kanë nevojë edhe për arsimin gjuhën. Anëtarë duhet ta vazhdojnë, duhet mësojnë gjithë ato edhe qerat. Gjithë çish duhet edhe fëmijët në të ardhmen edhe qerat duhet ta vazhdojnë gjithë për gjuhën anëtare, gjuhën shqipe. Shkolla shqipe është institucion arsimor dhe kombëtar, nëpërmjet së cilës mësohet më lehtë gjuha amtare dhe është rruga më e lehtë për integrim. Pa gjuhë amtare nuk ka njohje të mirë të gjuhëve të tjera. Edhe mërgjimtarët shqiptarë që janë duke jetuar në qytetin Gosau, Vil e Wittenbach në kanton të San Galles, duke parë rrezikun e ikjes nga identiteti jonë, posaçërisht duke parë se gjuha shqipe po harrohet nga fëmijët e tyre, janë munduar që të mos lejojnë të ndodhë një gjë e tillë. Shqipe i kam këtu 2 djemt, Drenin edhe Lirakun, që të dytë kanë viju mësimin prej klasës parë. Këtu me shkollën shqipe jemi të kënaqur shumë mirë, punohet dhe vetë mësuesi Gani Shala punon shumë, angazhohet përveç mësimit, e kemi organizimin edhe manifestimeve, si për shembull ditën e 7 marsit, ditën e mësuesit, 7 mëshkurtin, pavarësinë e Kosovës, edhe festën tonë gjithkombëtare 28 nëntorin. Në shkollë shqipe kuptohet ma tepër këtu në Zvicër punohet për ngritjen e vetdijes kombëtare, që do të thotë me këtë automatikisht edhe i ikim asimilimit. I dim se këtu në Zvicër ka shumë shqiptarë, mirë po shkollën shqipe nuk e vijojnë, nuk jemi të kënaqur aq shumë sa duhet me numrin e nxënësve. Ma tepër është mbytyje ndoshta vetdia e prindërve, apo edhe mos informimi. Jemi mundu, kemi bo atë çka kemi mujt me informu krejt këtu në Zvicër. Mësimin gjuhën shqipe, mësimi plotësues në gjuhën shqipe këtu në Gosau mbahet mërkurëve në ora 5:30 mbrëmje. Kuptohet, është një parapregaditje për fëmijët tonë, se zakonisht mundohen, për shembull, kur është fjala me vesh një maic me një shqiponj, apo bisedojnë mes veti dhe takojmë këtë shok, atë shoqe, kuptohet shqiptar, sepse vetëm këtu është ai ambienti 100% shqiptar, këtu në Gosau, dhe i di se vinë me gjithë qef, kanë dëshirë me mësu gjuhën dhe gjithçka tjetër që është shqiptare. Kështu në vitin 2011 të gjithë shqiptarët, këshilli i prindërve dhe veprimtarë të tjerë ishin organizuar dhe kishin hapur dyert për mësim të gjuhës shqipe. Me takime të shumta dhe bisedime të gjata, u vendos që mësues të jetë Gani Shala, studiues i gjuhës dhe letërsisë shqipe. Kush e lexon këtë fjali? Interesimi i prindërve që fëmijët e tyre të mësojnë shqip, bëri që për një kohë të shkurtër të paraqiten rreth 60 nxënës,
dhe me njëherë të fillojnë mësimin plotësues me orar shtesë në gjuhën shqipe. Në shkollën shqipe punohet sipas plan programi shkollor, teksteve shkollore dhe orarit mësimor. Numëror pra. Libër? Emër pra. Edhe një herë. Unë kam një libër. Hajde vazhdo, ti? Shkolla fillore zgjat 8 vite dhe synon mësimin e gjuhës mirë dhe të drejtë, duke e ndarë në klasa. Në klasën e parë dhe të dytë, mësohet alfabeti, shqiptimi dhe drejtshkrimi i gjuhës shqipe, duke e përvecuar atë në lexim dhe recitim. Në klasën e tretë dhe të katërt, nxënësit shqiptar në Zvicër mësojnë themelimin e njohurive elementare gjuhësore, kurse në klasën e 5 dhe të 6 mësohet përvetësimi i njohurive elementare në lëndën e gjeografisë dhe historisë kombëtare. Ndërsa klasa e 7 dhe e 8 orientohet ka edukata dhe tradita kombëtare. Unë quhem Lera Rexhepi dhe jam 10 vjeçar, vi që 4 vit këtu dhe më pëlqen kështu që jemi krejt bashkë dhe që e vllavi im vjen me mu këtu. Unë vi prej Prishtinës në Kosovë dhe unë vi me qafë. Sipas mësuesit të këtyre shkollave, detyrat e shtëpisë janë pjesë e mësimit shqip, si qëllim të pavarësimit të nxënësve. Fatkeqësisht në mesin ton ka ende prindër që pa ndonjë arsye nuk i sjellin fëmijët e tyre në shkollën shqipe. Ne i përgëzojmë të gjithë prindërit që t'i dërgojnë fëmijët e tyre në këtë shkollë, sepse vetëm në këtë mënyrë ne ruajmë identitetin ton kombëtar. Unë jam Dren Rexhepi, unë vi nga Rajinca dhe mua më pëlqen shkolla shqip se mësuesi na mëson shumë sena të mira dhe unë e vi me qef këtu se unë e du shka kemi mësu, na kemi mësu gramatik, sa e madhe është Kosova. Mësuesi ynë i nderuar, cilët janë këta 3 mjekë. Na thoni që ti njohim edhe ne ti nderojmë dhe të mësojmë prej tyre. Ishte muri, buzëqeshi dhe tha, dielli, uji dhe ajri. Në qytetin e Kosovës, shkolla shqipe mbahet që 5 vite. Dhe numri i nxënësve parafërsisht është 17 nxënës. Mësuesi Gani Shala ka një porosi për këta prindër. Ai thotë që t'i dërgoni fëmijët tuaj në shkollën shqipe, sepse duhet ta dini që gjuha ruhet aty ku shkruhet e flitet, dhe kështu mbahet gjallë identiteti ynë kombëtar tek brezi i ri që po rritet.